pyetjeve, sugjerimeve, po, këtu. Jo, një moment, të ta sjellë dikush, po. Po. Mbrëma, përshëndetje kryetarisë së zonës 2, zonjës Prendi, deputetëve Tabaku me Belindi, zonjës Garo, mbrëma doktor Berisha, mi mbrëma gjithë demokratëve që janë sot prezent këtu. Tani, pse të thënë të vërtetën, sot nuk kam qenë shumë në formë për shkak se para 2 ditësh babajin ka bërë një ndërhyrje delikate në zemër, ka vendosur një unaz. Faleminderit. Tani, duke qenë se kam të paktën unë vetë që në 2004 që angazhohem me PD-n dhe sinqerisht më vimset, fati saj dhe familja ime ka qenë një nga themelueset e Partisë Demokratike, vetë xhaxha im Avërimi ka qenë kryetar dhe deputet në vitet e para të demokracisë. Unë dëshiroja të bëja një mesazh e kisha edhe 2 pyetje për ju. Tani, së pari, një prezantim të shkurtër për arsyen pse unë dhe familja ime kemi qenë për herë në anën tuajve të Partisë Demokratike. Dajua im Shemsi Arapi, që fatkeqësisht ka pako që ka vdekur i ndrit shpirti, ka qenë në vitet 60-70 mësues gjuhë letërsie në Peshkopi të Dibrës. Edhe kur punonte atje, për shkak se u ankua për kushtet e jetesës së banorëve të atyre zonave, u donua nga ai regjim për agitacion e propagandë, dhe ka bërë 8 vjet burg në Spaç. Kurse një kushuriri im e kam pushkatuar në fund të viteve 90, e ka lënë 24 orë mbi telat me gjëmba, si shembull për të rinjtë e tjerë që mos të kalonin kufirin. E thënë që unë për herë kam qenë në anën e të sulmuarit, nuk do përdorja fjalën të dobtit sepse ju nuk e një qenë asnjëri i dobët, sepse njeriu i drejt ka gjithmonë arsye për të mbështetur, prandaj dhe kam qenë për herë me juve. Tani, për sa i takon angazhimit, po do mundojnë ta bëjmë më shumë. Për sa i përket angazhimit, unë dhe babai im që kur ju keni shpahur pas non gradës që ju bë ish kryetari i partisë në mënyrë pa drejt, jo kolegjale, kam qenë pjesëmarrës bashkë me Imat, kur bë takimi në Hotel Rogner, që ju nisët të lëvizjen e foltores dhe rithemelimit. Tani, ju si shbesoj e dini, Partia Demokratike nuk është një parti normale si të tjerat. Unë sinqerisht e konsideroj se cilin prej jush, çdo demokrati dhe çdo demokrate si një motërve vëllai im, për shkak edhe sepse një pjesë e mirë prej jush keni kaluar të njëjtat vuajtje, internime, burgime, si familjarët e mi. Ajo që mua më shqetëson, për shkak të përçarjeve të reja brenda Partisë Demokratike, dhe sipas mendimit tim nuk na kanë hije akuzat që i bëjnë njëri tjetrit, sepse së pari këto legjitimojnë pushtetin, dhe dyta, unë mendoj se shumica e atyre që i shkojnë pas atij personi, se nuk më pëlqen të përmend emra, është jo sepse kanë realisht ai mbështetje, por sepse njerëzit janë të pakënaqur, janë të zhgënjur me një pjesë të klasës drejtuese të Partisë Demokratike. E thënë kjo, tani, unë vi nga një qytet që në qoftë se Shkodra mund ta quajmë është Jeruzalemi i demokracisë, sepse atje ka lindur demokracia. Vlora pa Afrikë është Golgota e demokracisë, sepse në Vlorë që prej vitin 1997 kanë dominuar bandat e lidhura me pushtetin. Por ajo që ne na kam mbajtur për herë të bashkuar, përveç idealeve, është pikërisht vuajtjet, që kemi kaluar të gjithë së bashku, dhe jo vetëm të këtyre 14 viteve të fundit, por edhe të sidomos të kohës së diktaturës komuniste. Prandaj, firja që kam ndaj jush është që duke ju qenë kryetari legjitim dhe historik i Partisë Demokratike, dhe keni autoriteti moral për ta bashkuar
Partinë Demokratike të japim fund këtyre përçarjeve. Ju jemi i vetmi që keni statusin për të sheshuar këto ndasit. Dhe kjo vjen vetëm në një mënyrë, meritokracisë. Si ju e dini, politika së pari është përfaqësimi i interesave të grupeve të ndryshme shoqërore. Dhe kjo bëhet duke kandiduar njerëzit që i përfaqësojnë këto interesa. Shumë me kënaqësi për shembull që në panel është zonja Tabaku, që ka arritur të bëhet deputete fal votave personale në listën e hapur. Në Partinë Demokratike ka shumë njerëz të tjerë të aftë, por që mendimin ti nuk janë vlerësuar mjaftueshëm. Keni zotin Aili Rali Mehmeti, keni zotin Bar Spahia që vjen nga një familje nderuar. Ka fituar 2 herë deputet më i votuar në listat e hapura. Na ka nderuar në 2022 që fitoi zgjedhjet lokale për Bashkinë Shkodrë. Unë mendoj se vetmja mënyrë që të qëndrojnë të bashkuar është duke vlerësuar këto figura që kanë arritur të fitojnë fal forcave të tyre. E dyta dhe e fundit, përsa i përket protestës. Partia Demokratike është partia që ka ta quajmë kështu shpikur protestat popullore. Unë edhe pse ta quajmë jo mjaftueshëm në moshë, po i mbaj më shumë mirë protestat që keni zhvilluar më përpara. Dhe protesta popullore paqësore, unë kam jetuar veja shtetit. Nëse populli ka të drejtë të ngrihet, atëherë ai ka të drejtë të bëjë çdo gjë që është demokratike dhe kushtetuese, duke përfshirë dhe krijimin e mos të quajmë prishjen e rendit demokratik, por që të krijohen kushtet që kjo qeveri të rrëzohet. Faleminderit. Faleminderit. Po, marrim diskutimin e radhës, vetëm ju lutem brenda 1 minuti që t'i lëm hapësirë edhe të tjerëve që të flasin. Kush e dëshiron fjalën? Po, mund prezantoheni. Përshëndetje, Qetsor Brauna Skrapari. Unë erdha këtu, nuk jam banori njësisë këtu, 2, po këtu mua më sillin, kam vëllezër, kam motra, kam njerëz të njohur, kam fëmijë këtu, na sjell shteti dhe kryeqyteti, që këtë kryeqytet Rama e ka bërë vetëm me vjedhje. Vjedhje dhe vetëm vjedhje, asnjë gjë nuk ka bërë. Kam ardhur të them fjalën time këtu, se kam vajtur emigrant, shumë kohë kam kaluar dhe kurbeti është i rënd. Ndaj dhe këngët e vajt, ben këngë vaj, se po t'ishte lezet, do t'i thosh i lezet. Kurbeti është i vështirë. Rama na i përzuri fëmijit. Me dhimbje, lëvizja e lirë është kudo, po jo e detyruar se që ka detyruar ky maskara. Dhe përshëndes këtu doktor Sali Berishën, për moshën që ka, është mjaft energjik si djalë. Dhe të mos përçahet Partia Demokratike, nuk duhet të nxjerrë shumë emra si Saljani. Ai e ka bërë personale, se po tjetë bashkimi bën fuqin. Ai ka dalë në shinat. Dhe i them, nuk ka ndonjë mendim të keq për te, është djalë energjik, me sa njoh unë, aman të dalësh për interesat e tua, vetëm votat e Opari do marri. Ne kemi anë të marrim të Opari dhe të gjithë Shqipërisë. Dua të them për Ramën se këtu ngelet. Unë ka folur herën e parë, këti nuk ka me fuqi. Ky dhe vetë çuditë që s'me heqin. Për vjedhjet që ka bërë, na bën budalla, na bën çështje lajmi, kudo që vete Rama dhe në banjë të vej Rama bëhet lajm televizor. Dakor. Faleminderit shumë. Rama me Baluken, të dy këta si mbytur i mbas flokut vetë. Le të kapi njëri tjetrin se Rama si ka rënë floku nga vjedhjet, jo nga mençuria, jo nga puna. Ai është hajdut i lindur. Dakor, faleminderit shumë. Ja, Në qoftë se më lejoni. Po të lutem pak shkurt që t'i lëm hapësirë dhe tjerë. Po, patjetër. Dhe dua të di, i bëj pyetje
doktor Sali Berishës, për grevat që do bëjmë në datën 24 dhe në të ardhmen, duhet një qëndres. T'i vëm kosht, t'i vëm kokën muhabetit, sa do rrim dhe të ndërrojmë, jo t'i ikim dhe mbajmë fjalim dhe t'i ikim. A i këshu tallet me ne. Duhet një qëndres mjaft e fort dhe deputetet e PD-s janë gati 50 deputeta, nuk e diu të shpërndajnë qarë bëjnë këtu. Këtu kemi të nevojshëm vetëm Sali Berishën, që është prirë si jonë, ka lindur për demokraci, u dhe eqë kauza. Dhe e vum një lull bash atje për lider vetë, jo ta saktosh me gisht. Dhe na janë, i bukur ishte, lull e ishte, qarë, berja dhe marveshje me Ramën, dhe e ka qua Shqipërin në fund fare. Ju faleminderit për fjalin që më dhatë. Po. Ja, një moment.